Mjeku jep urdhër, mos e fusni në gojë hudhrën nëse vuani nga këto sëmundje. Ka njerëz që nuk duhet ta konsumojnë hudhër. Këto njerëz bëjnë pjesë në një nga grupet e mëposhtme. Sipas zbrajtësait në këtë video do të rendisim rastet kur ekspertët këshillojnë të mos e konsumoni hudhrën në dietën tuaj pasi mund të nxjisë dhe të përkeqësojë më shumë komplikacione. Njerëzit, të cilët kanë probleme me mëlçinë, nuk duhet ta përfshin hudhrën në dietën e tyre. Hudhra është vërtet e njohur për efektet e saj antibakteriale dhe antivirale, dhe kjo është një arsye parësore pse disa njerëz nuk duhet ta konsumojnë atë. Mirëpo hudhra përmban substanca të caktuara që mund të shkaktojnë stimulimin e stomakut dhe të zorrve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo mund të ndalojë sekretimin e lëndëve të tretjes në traktin e zorrve dhe të ndikojë në tretjen e ushqimit, dhe gjithashtu edhe në përkeqësimin e saj. Për më tepër, përdorimi i tepërt i hudhrës mund të çojë drejt anemisë, sepse hudhra përmban disa përbërës që ulin numrin e qelizave të kuqe të gjakut dhe sasinë e hemoglobinës. Ekspertët të cilët do vuajnë nga problemet e mëlçisë nuk duhet të konsumojnë hudhër. Njerëzit që vuajnë nga diarreja jo bakteriale e kanë të ndaluar të konsumojnë hudhrën në dietën e tyre. Personat që vuajnë nga diarreja nuk duhet të hanë hudhër të papërpunuar, sepse shija e tyre djegëse mund të shkaktojë probleme me zorrën dhe gjithashtu edhe probleme me stomakun tuaj. Është e rëndësishme që të mos e përdorni hudhrën në këto raste, pasi mund të shkaktojë komplikacione. Gratë shtatzana dhe gratë që mbajnë fëmijë në gjë nuk duhet ta përdorin hudhrën, pasi ajo mund të nxjisë edhe komplikacione të saj. Nëse konsumohet në sasi të vogël të rregull si një shtesë ushqimore, hudhra është e sigurt për të konsumuar edhe gjatë shtatzanisë, por ekspertët tregojnë se nëse e teproni me përdorimin e saj, vlerat e saj do të kthehen në dëme të vërteta për shëndetin dhe do të nxisin gjithashtu edhe përkeqësimin e situatave tuaja. Në këto raste, nëse jeni një femër që jeni shtatzan ose keni fëmijë në gjë, është e rëndësishme të evitohet konsumi i hudhrës në raste të larta, pasi mund të ndikojë negativisht në cilësinë tuaj të jetës. Njerëzit të cilët kanë tension të ulët të gjakut nuk duhet ta konsumojnë hudhrën. Është një fakt i njohur se hudhra ka aftësinë të ulë presionin e lartë të gjakut. Kjo është një arsye pse tashmë njerëzit që kanë presion të lartë të gjakut duhet të shmangin konsumin e hudhrave. Njerëzit me sëmundje të syve duhet të evitojnë konsumin e hudhrave nga dieta e tyre, pasi mund të nxjisë gjithashtu edhe më shumë përkeqësime në shëndetin tuaj. Personat që kanë probleme me syt duhet të shmangin konsumin e tepërt të hudhrave, sepse mjekësia tradicionale këshillon që ta evitoni atë nga dieta juaj, sepse në një kohë të gjatë mund të shkaktojë dëmtime të mëlçisë dhe dëmtime të syve. Gjithashtu mund të shkaktojë tringëllima në vesh dhe probleme me humbjen e kujtesës. Personat që kanë një operacion të planifikuar nuk duhet ta konsumojnë hudhrën. Nëse një person do t'i nënshtrohet një operacioni, ai duhet të ndalojë konsumin e hudhrës të paktën 2 javë përpara operacionit. Arsyeja për këtë është se konsumi i hudhrave mund të zgjasë edhe gjakderdhjen gjatë operacionit dhe të shkaktojë gjithashtu komplikacione të gjendjes suaj. Nëse bëni pjesë në këtë kategori të shëndetit, duhet të evitoni gjithashtu konsumin e hudhrës. Në të mirë të shëndetit tuaj është gjithashtu edhe mënyra se si do ta mbroni atë. Por hudhra e tepërt në dietën tuaj mund të sjellë dëme në mëlçi. Shumë hudhër mund të dëmtojë shëndetin e mëlçisë duke shkaktuar gjithashtu edhe probleme me toksicitetin e saj. Teprimi me hudhër në dietën tuaj mund të sjellë edhe probleme me erën e keqe, qoftë të gojës, qoftë edhe të trupit. Në sasi të madhe mund të çojë jo vetëm në erë të keqe, por edhe në erë të trupit. Arsyeja kryesore është edhe përmbajtja e sqyfurit e pranishme të hudhra, e cila ndonse në sasi të vogël luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e shëndetit oral, përkundrazi në tepritës pa efekte të kundërta. Nëse keni nauze dhe të vjella, tregoni të kujdesshëm me konsumin e hudhrës.
Sipas ullumtimeve, konsumi i hudhrës së freskët, ekstrakti të cilës ose vaj të hudhrës me stomakun bosh dhe në sasi të lartë, mund të shkaktojë probleme me nauzet ose edhe probleme me të vjellat, diarre e të tjera. Nëse bëni pjesë në këtë kategori të njerëzve, është në dorën tuaj të evitoni konsumin e hudhrës pasi mund të nxjisë edhe përkeqësimin e shëndetit. Nëse keni përkeqësime të gjakderdhjes, nuk duhet ta konsumoni hudhrën. Hudhra është njolluese e gjakut që mund të shkaktojë edhe parandalimin e mpiksjes së tij dhe përrjedhojë ndihmon në ruajtjen e shëndetit. Por nëse jeni prerë ose jeni vrarë, nuk duhet të konsumoni hudhër pasi ajo mund të përkeqësojë edhe situatën tuaj. Hudhra mund të shkaktojë hipotension ose presion të ulët të gjakut. Dhe nëse jeni një person që vuani nga tensioni i ulët të gjakut, është në dorën tuaj dhe në të mirën tuaj të mos e konsumoni hudhër në këto situata. Konsumi i rregullt i hudhrës është gjetur të jetë i dobishëm në mbajtjen nën kontroll të presionit të gjakut, duke reduktuar kështu rrezikun e hipertensionit ose presionit të lartë të gjakut, enëve të gjakut dhe gjithashtu siguron një qarkullim më të mirë të tyre. Ky avantazh i hudhrës mund të kthehet në dizavantazh kur konsumohet në sasi të tepërt, pasi mund të ulë presionin e gjakut dhe të rrisë gjithashtu nivelet e hipotensionit dhe të shkaktojë deri në gjendje të fikti ose probleme më të rënda shëndetësore. Nëse bëni pjesë në këtë kategori të njerëzve, tregoni më të kujdesshëm me përdorimin e saj dhe mundësisht evitojeni atë. Persona të cilat djersiten shpejt mund të kenë edhe konsumin e hudhrës një disavantazh të vërtet të shëndetit të tyre. Në sasi të madhe, hudhra mund të shkaktojë djersitje të tepërta, edhe pse nuk ka asgjë të keqe me djersitjen, pasi është mekanizmi i trupit që për të hequr qafe toksinat dhe ujin e tepërt bëhet në këtë mënyrë, por ajo mund të shkaktojë erë të keqe të trupit dhe të krijojë gjithashtu edhe probleme të tilla. Konsumi i tepërt i hudhrës në dietën tuaj të përditshme mund të sjellë irritime të lëkurës. Aplikimi lokal i hudhrës është gjetur të jetë shumë i dobishëm për lëkurën pasi mund të ndihmojë në mbajtjen e saj më të butë dhe gjithashtu më të shëndetshme, me shkëlqim por edhe të parandalojë krijimin e tyre. Megjithatë, përdorimi i hudhrës në sasi tepër të larta mund të kthehet në irritime të vërteta të shëndetit të lëkurës, duke shkaktuar acarime, skuqje e ekzema. Kryesisht për shkaqe të tilla, ekspertët këshillojnë të mos e konsumoni hudhrën nëse bëni pjesë në këtë kategori të njerëzve. Hudhra mund të nxjisë edhe shfaqjen e dëmtimeve të vizionit. Është zbuluar se konsumi i tepërt i hudhrës mund të çojë në një gjendje të quajtur blefarit, e cila mund të shkaktojë edhe probleme me shëndetin e syve. Prandaj ekspertët këshillojnë të mos e teproni me konsumin e hudhrës, sidomos nëse bëni pjesë në këtë kategori të njerëzve, pasi mund të nxjisë gjithashtu dhe të përkeqësojë më shumë problemet me shëndetin e syve. Hudhra, sidomos në sasi të tepërt, mund të nxjisë dhe të përkeqësojë dhimbjet tuaja të kokës. Hudhra, veçanërisht kur hahet e papërpunuar, mund të shkaktojë migren. Edhe pse nuk shkakton drejt për së drejti dhimbje koke, ajo aktivizon procesin e përgjigjes për të. Edhe pse arsyeja e saktë është e paqartë, ekspertët besojnë se mund të jetë i përfshirë nervi trigeminal i cili nervozon të gjithë fytyrën tuaj. Nëse bëni pjesë në këtë kategori të njerëzve, tregoni të kujdesshëm dhe mos e përfshini hudhrën në dietën tuaj, pasi mund të nxjisë edhe përkeqësime. Konsumi i tepërt i hudhrës në dietën tuaj mund të nxjisë edhe infeksione, prandaj sigurohuni të mos e teproni me të. Ekspertët tregojnë se femrat të cilët do vuajnë nga shqetësimet e infeksioneve të tyre duhet të evitojnë konsumin e hudhrës, sigurisht edhe asaj të përpunuar. Tregoni të vëmendshëm dhe mos e ekspozoni veten tuaj ndaj këtyre ndryshimeve të forta. Hudhrën mund ta konsumoni në format e saj alternative brenda normës së lejuar, por pa shkaktuar dëme të vërteta në shëndetin tuaj. Sigurohuni të konsumoni hudhër sa më të freskët dhe brenda normës së lejuar, përfitimet e saj do të jenë më të fuqishme në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Është e rëndësishme që hudhrën ta shoqëroni gjithashtu edhe me produktet e duhura ushqyese për të evituar komplikacione dhe për të rritur përfitimet e shëndetit. Ekspertët sugjerojnë konsumin e hudhrës sa më të freskët dhe gjithashtu pa shkaktuar mbi doza të larta të tyre. Këshillohet ta konsumoni atë të papërpunuar në mënyrë që të keni edhe përfitimet e tyre më të plota. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose dhe ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.